Sot do t'ju tregoj si ndryshojmë kahun e rrotullimit një motori, ose një vinxh ikën lart ikën poshtë. Normalisht do shpjegoj skemën e kontrollit kryesisht elektrike, po dhe skemën e fuqisë. Ndryshimi i kahut të rrotullimit bëhet duke ndryshuar një fazë, po për të bërë ndryshimin e fazëve, neve do të na duhen dy kontaktor lëshues. E mira është që kontrolli bëhet 24 volt, por e kemi edhe me 220 volt në disa raste, varet nga bobina e lëshuesit. Do na duhen butonat, por na duhen dhe kontaktet ndihmëse NC. Pra NC. Kjo skem do jetë pak e gjatë, do ta shpjegoj, do ta shikoni edhe në kanalin tim në YouTube aty, pasi do jetë disa minuta. Dhe përveç skemës së kontrollit elektrike, unë do t'ju shpjegoj se si do ta realizojmë këtë edhe në programime PLC. Pra do kthejmë skemën e kontrollit, le të themi elektrike, në gjuhë programimi në ladder logic, por do ta bëjmë me bloqe të set reset. Ndiqeni me kujdes. Këtu jemi tek skema. Normalisht kjo është skema fillimisht e fuqisë. Këtu kemi tre fazët. Ky është një automat trefazor, kurse kjo këtu KF është, le të themi, kontaktori në forward, OL është overload protection, është relé termike, dhe këtu tani jemi tek motori, tek kasa e motorit, se motori trefazor nuk ka neutër, por mos harrojmë ka dhe tokzime. Kurse kjo KR është kontaktori në reverse, pra që do aktivizohet për të ndryshuar xhirot, nëse forward ikën lart, reverse ikën poshtë. Pra këta absolutisht nuk do të jenë të dy njëkohësisht të ndezur. Pra kur është aktivizuar ky do të jetë i figur dhe e kundërta. Por për të realizuar këtë do përdorim diçka që ta them në vazhdimun. Normalisht kjo është skema e fuqisë, po si bëhet ndryshimi i kahut të rrotullimit. Nëse këtu do kemi fazët, dhe unë i shkruaj për shembull L1, L2, L3, po të shikojmë tani. Edhe këtu do kemi L1, nëse vura këtu L1, L2, L3, L1, L2, L3. Nëse kemi këtë renditje fazësh, motori është në forward. Shiko çfarë bëjmë te reversi. Marrim tre fazët, por në dalje tani, në dalje kur aktivizohet ky, i ndryshojmë vendin. Pra L1-shi, pra na vjen këtu tek L3-shi. Kurse L2-shi, faza numër 2, na shkon te L2-shi dhe L3-shi tek L1-shi. Pra i kemi ndryshuar vendin tek reversi, pra L1-shit me L3-shin. Pra po ndryshua, le të themi, pozicioni njërës fazë, motori ikën në të kundërt. Pra, kur kemi L1, L2, L3, pra kur aktivizohet vetëm ky lëshues, motori është në forward. Në rastin tjetër, stakohet ky, aktivizohet ky tjetri, por në dalje të këtij kemi bërë ndryshimin e L1 me L3 dhe motori ndryshon kahun e rrotullimit. Por kjo është për skemën e fuqisë, po si bëjmë tani ne komandimin e këtyre? Për të bërë komandimin e kontaktorëve, ne kemi skemën e kontrollit. Dhe tek skema e kontrollit tani, këtu kemi një siguresë, ose mund të vendosim thjesht një automat magnetotermik. Këtu kemi kontaktet RLS termike, që e kemi shpjeguar në një video më para. Këtu është butoni stop, pra butoni stop, që është NC. Këtu do kemi butonin start F, pra forward, pra kur shtypim këtë aktivizohet kontaktori forwardit. Kurse, këtu tani do kemi dhe një buton tjetër, ky do jetë reverse, pra do jetë ky butoni këtu, start në reverse, kurse kur shtypim këte, fiket ky kontaktori dhe na aktivizohet kontaktori tjetër. Tani, po të shikojmë skemën e lidhjes, nga relé termike, ne vim fillimisht tek butoni stop, dhe nga butoni stop shkojmë tek butoni start. Ky duke qenë se është, le të themi, kontakt i hapur në O, ne do ta lidhim këtë në paralel me 13-14 në O të kontaktorit në forward. Dhe ja tek e kemi këtu, pra kontaktori në forward, pra 13-14, edhe këtu 13-14 të reversi. Por, ku është e bukura dhe e veçanta këtu? Se nëse unë i shtyp të dy këto njëhersh, nëse nuk vendos këto pajisje këtu që do jenë blokusit, mua më aktivizohen të dy kontaktorët dhe mund të dëmtoj motorin. Për këtë arsye, këto kontakte ndihmëse o vijnë anësore,
ose vihen, le të themi, nga sipër, pra janë këto lloj forme tek secili lëshues. Pra NC, se duam kontaktet NC. Dhe pikërisht kjo është kontakti ndihmës që kanë vënë tek forwardi, kurse ky është kontakti ndihmës te reversi. Por tek skema e kontrollit, kur dal nga 13-14 e forwardit, unë do shkoj te kontakti ndihmës i reversit. Pra do vi këtu, fillimisht tek NC-ja, pra tek një kontakt NC, për shembull te 61-62-shi, dhe nga dal, pra hy tek 61-shi dhe nga dalja 62-shit, vi këtu tani tek kontaktorin në forward, pikërisht tek A1-shi. Pra, për këtë arsye, pra nëse këtu kemi A1, këtu kemi A2, edhe këtu A1, edhe këtu A2. Pra, dalja e kontaktit ndihmës të reversit do shkoj tek bobina e, le të themi, e A1-shit. Pra, pikërisht, po u aktivizuar reversi, shtype sa duhesh ti forwardin, nuk aktivizohet, do të shtype stopin dhe më pas të aktivizohet. Pra, në këtë lloj forme, ne kemi këtu skemën e kontrollit, pra skemën në skemën elektrike. Normalisht, këtë do ta bëjmë dhe në PLC, kur kemi rastin e programimit në PLC, prandaj përdoret PLC, në praktik nuk I vendosim fare këto po duam, sepse bllokimin do ta bëjmë me anë të programimit. Këtë skem kontrolli që kemi këtu tani, pra kjo skema që është këtu, unë nga skema elektrike do ta programoj tek PLC-ja, pra në ladder logic. Do ta bëj në simulim sot, pra po zgjedh një PLC, po zgjedh sa 300, se 7300, një model 314 C. Këtu zgjedhim pjesën e PLC-s, pra ky është portal, versioni 17 I Siemensit, pra do marr S7300, do vide CPU-ja 314 C vis 2DP, pasi është një ndër PLC-t që në Shqipëri gjendet goxha në terren. Po e shtoj dhe presim pak qaste. Në këtë moment PLC-ja u shtueti, unë po shkoj direkt tek main-it, pra do bëj thjesht 2 network, nuk kam pse shtoj blloqe me funksione, sepse thjesht demonstrative është kjo sot. Ta bëj pak zoom. Dhe çfarë do bëj? E para njëherë do jetë networku forward, pra FRW, ku do kem startin, do kem blokus, do kem blokun SR, do kem dhe outputin. Pra dhe këto do vi do t'i shkruaj, pra SR M0.0, një adresim virtual këtu po them I0.1, adresimi I PLC-s, këtu po them që 0.2, ky do jetë reversi, pra po bllokoj kontaktorin në reverse, këtu, motoja t'i bëjë një me që ta kuptojmë, motori reverse, ok, këtu është starti, pra start forward, dhe këtu është motori që 0.1, pra motori në forward. Okay. Bukur, po kush na ndalone? Po kishim, hapim një dekzim këtu, kishim relën termike, po kemi dhe stopin. Ja dhe kemi këtu. Pra nëse relën termike kam të I02-shi, stopin po theme kam të I00, varet nga lidhja që kam bërë të PLC-ja. Pra gjitha është atje. Këtu dhe jetë butoni stop.
Këtu do jetë OLE, ajo Overload Protection Relay termike, ose për shkruajtë shqip relay termike. I jap change këtu dhe në këtë moment unë bëra konvertimin e skemës së kontrollit për pjesën e forwardit, kur aktivizohet forwardi, pra që kemi renditjen e fazëve L1, L2, L3. Pra relaja termike dhe stopi që më ndalojnë le themi bobinën e kontaktorit, kam startin, kam dhe blokusi. Pra starti këtu, blokusi, pra kur shtypim startin aktivizohet kjo nëset ndizet të motori. Dhe kur vepron relaja termike ose shtypet stopi, fiket të motori. Një lloj si bëm këtë skemën këtu, do ta bëjmë dhe poshtë, po ndryshojnë adresimet. Këtu tani kemi networkun e dytë kur jemi në reverse. Pra po të shikoni shtypim start re, pra një lloj si e kemi start në reverse, pra kur shtypim start në reverse, na aktivizohet kontaktori në reverse. Pra start në reverse, bloku set reset vendoset në set, dhe na aktivizon motori në reverse. Dhe këtu blokusin ka më forwardin, pra atë që kishim mekanikisht, këtu e thjesht e kemi në programim. Poshtë kemi relën termike, pra relaja termike se shenjejt, kemi dhe stopin, pra dhe butonin stop. Tani, këtu është dhe bloku më 0.2, kam vënë adresimin virtual të bloku set reset, pra që duhet jeti ndryshëm nga bloku që kemi sipër. Pix pari do t'i bëj një kompilim, pra të shikojmë kemi në error apo jo, dhe do bëjmë pak simulimin. Këtu ta shikojmë në simulim çfarë kemi bërë. Pra simulimin do t'a bëj në 2D, pra nëse dua e bëj dhe në 3D, po do ta shikojmë në videot e radhës. Pra po të shikojmë, kemi zero errore në sintaks, jo në logjike, që ta kuptojmë të. Vim këtu kemi një opcion Start Simulation, për të realizuar simulimin duhet kemi të instaluar softwarein që na bën të mundur pjesën e simulimit. Në momentin që ne bëjmë simulimit, hapat e downloadimit janë pothuajse një lloj si i kemi fizikisht, pra kur lidhemi me pjesën e PLC-s. Këtu jemi me Profibus, nuk jemi me Profinet, por gjithsesi simulator është kjo. Nuk e se kemi në një gjep tjetër për të bërë këtu. Ja vetëm një sekundë sot hapet. Dhe të shikojmë downloadimin, vetëm kur jemi tek S300 në praktik, duhet që ta çojmë atë butonin në run, ka një buton trup ai, sepse nuk e downloadojmë dot pjesën e kodit. Pra, duhet të jetë CPU-ja në run. Në mënyrë, tani jemi tek simulatori, do ju tregoj pak si bëjmë simulimin. Këtu kam butonin start, pra i01 dhe vi këtu shtyp 1 dhe shikojmë që mu aktivizuati bobina e kontaktorit, pra motori forward. Po të vi të shtyp, pra të dy butonat atë që thamë njëkohësisht këtu i04, shikojmë që nuk ndodh asgjë, pasi nuk ndizet sepse kemi përdorur blokusin. Duhet të shtypim stopin, pra ok, dhe në këtë moment po të shtyp, pra nuk do të lek të njëshën kësë të takuar, në këtë moment po të vi, po të shtyp i04, pra i04, ku kemi 4 këtu, aktivizohet të reversi, pra aktivizohet të reversi, dhe po të shtyp prap njëshin, shikojmë që blokusi sipër nuk ma lejon. Pra, në asnjë lloj mënyre, këto të dy kontaktorët nuk duhet të jenë në punë. Pra, atë skem kontrolli, ne e bëjmë edhe në ladder logic dhe jemi gati që t'ja downloadojmë PLC-s nëse duam ta bëjmë me PLC. Nëse nuk duam me PLC, thjesht ndjekim skemën e kontrollit. Normalisht kontrollin mund ta kemi me 220 volt, por siç e thash, e mira është që t'jetë me 24 VDC. Pra ose dhe AC, por 24 volt varet nga bobina e lëshuesit. Shihemi në videot e radhës.